Përshëndetje për të gjithë. Për të 22-ën herë jemi dëshmitar të dështimit të partisë Vetëvendosje, e cila nuk po arrin me i siguru votat e mjaftueshme për të votuar kandidatin e propozuar për kryetar të Kuvendit. Po ashtu kjo gjendje është treguese se Vetëvendosja nuk i ka as votat për krijimin e qeverisë. Gjithnjës më sfiduese ka qenë krijimi i qeverisë se sa emërimi i kryetarit të parlamentit. Kështu që kur një parti, në këtë rast partia e parë, nuk mundet me i siguru votat e duhura dhe të mjaftueshme, është e pakuptim të vazhdohet me të njëjtën agjendë dhe të këmbgullet pafundësisht. Kur nuk janë të zotë me ofru zgjidhje, Vetëvendosja do të duhet me pranu zgjidhje. Zgjidhja në këto rrethana dhe kushte dhe mundësi është dakordimi për qeveri gjithëpërfshirëse, për një kohë të caktuar me agjendë dhe plan të saktë. Prandaj ne nga Lidhja Demokratike e Kosovës, gjithnjë do të insistohet në racionalitet, respektin reciprok dhe gjuhën e përbashkët për ndërtimin dhe funksionalizimin e institucioneve të Kosovës. Faleminderit. Mu do me thënë se kontaktojnë të gjithë deputetët në format të ndryshme. Kontaktojmë edhe one. Tani, kur kontaktojmë, natyrisht që bëjmë pyetje a kanë autorizime dhe nga kush marrin detyra. Kontaktojmë nga zyrtarët e Vetëvendosjes, kontaktojmë nga ndërmjetësuesit e tyre. Por është fakt se dy deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë në një fokus të veçantë të interesimit të autoriteteve të Vetëvendosjes. Mbetet në diskrecionin e atyre që vetë të deklarohen. Por ne i kemi njohurit, i kemi informatat, i kemi përmbajtjen e bisedave të gjitha deputetet të cilët më së shumti do thotë kontaktohen nga autoritetet e Vetëvendosjes, janë shumë stabil edhe do t'i përmbahen qëndrimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Format e presionit janë të ndryshme, një ndër to është edhe kjo formë të cilën ju e potencuat, do thotë duke ofruar benefitet të ndryshme për bizneset e tyre familjare. Faleminderit.